Ittaqillaha haythu ma kunt. Kudo që të ndodhesh, në çdo moment të jetës tënde, edhe kur je i pasur edhe je mirë nga ana ekonomike, por edhe kur je ngushtë, mbase nga një herë shtrëngohen rrethanat dhe pa le se çfarë punon truri dhe mendja që dalësh nga vështirësia, mundet, thot shejtani mallkum ose shoqëria keqe që të ndjekësh rrugë tek qia. Kije frikë Zotin xhaleshan. Po edhe kur je me pushtet dhe duket vetja sikur tjerët janë inferior ndaj teje dhe ti ke në dorë shumë, mbase ke në dorë fatet e njerëzve, mbase ke në dorë të ardhmen e njerëzve, mbase ke në dorë pra që ti të ndikosh të gjithë me vendimarrjen tënde, kije frikë Allahun xhaleshan u të bësh më të mira. Po edhe në momentin kur je smur, edhe në momentin kur gëzon shëndet plot, edhe në momentin kur ke fuqi edhe kur s'ke fuqi, pra në të gjitha gjendjet që ti jesh, qoftë kur je në xhami, qoftë kur je në punë, kur je në biznes, kur je duke ndru lek me dikë, ose kur duhet që ti përmbahesh kontratave dhe atyre gjërave që ke rënë dakord, kije frikë Allahun xhaleshanu, nëse ti pra je besimtar edhe ke Zotin në shpirt edhe në zemër, dhe nëse me të vërtetë deklaron La ilaha illallah Muhammedun Rasulullah.